Përshëndetje. Përshëndetje. Sot është dita e dytë në Stamboll. Sot po shkojmë prej hoteli në spital. Edhe aty do t'ju tregoj procedurën prej As deri J. Rrini me ne. Rrini me ne. Kemi u rikthy përsëri në spitalin se ku e kam bo gastric sleeve, domethënë ku e kam pushtu lukthën. Ju që keni me shku si referenca jemi doni me përmend Kimin, ju lë këtu numrin e kontaktit, ju që doni me po termine, edhe mos harroni përmendni emrin, edhe kemi pas zbritjen prej Kimit. Domethënë ju nëse jeni të interesuar për me bo termine, këtu është gjendet stafi një mjek. Do më thonë, Ekremi është këtu. Ekrema, do me nga tregu procedurën se si shkon prej fillimit deri në mbarim. Kimi, faleminderit shumë që keni ardhur. Ndodhemi në spitalin ku zakonisht pacientët të cilët kontaktojnë përmes një mjek marrin shërbimet mjekësore. Ne do të mundohemi që voni për shkrim të shkurtër nga, si më thonë, fillimi i kontaktit me pacientin deri në përfundimin e tërësishëm të procedurës me qëllim që me e kriju një përshtypje ose një imazh të përgjithshëm se si shkon kjo procedurë. Zakonisht pacientët kontaktojnë me stafin tonë në Prishtinë, të cilët ju japin informacionet ose kërkojnë informacionet bazë të pacientit se a i plotson kushtet fillestare për me nënshtru operacionit për ngushtimin e stomakut. Pastaj ato informacione i ndajnë me mjekët tonë këtu në Stamboll, ku ne i përpunojmë si dona edhe i ndajmë me mjekun. Më pas të marrim aprovimin e mjekut, fillojmë organizimin me pacientin për terminin, datën, biletën e kështu me radhë. Pas orës së pacientit, zakonisht duhet të qëndrohet 5 ditë në spital, ku një ditë përfshihen ekzaminimet paraprake, duhet merren aprovimet nga të gjithë mjekët përkatës që me u aprovu si pacient për me hinë operim. Më pas të nesërmen, zakonisht i nështrohet procesi të operimit. Zakonisht pacientët pas operimit qëndrojnë këtu edhe 4 ditë tjera, me qëllim që me marrë vete mjaftueshëm dhe me qenë i gatshëm për me udhëtu me fluturu jashtë. Stafi ynë këtu bashkë me përkthyes janë zakonisht domethënë pranë pacientit, organizohet marrja në aeroport, ardha këtu, kontakti, shtrimi në spital e më pastaj edhe procedura tjera që ka të ndërlidhen me procesin e operimit. Pas përfundimit të operimit, pacienti udhëton për në vendin ku jeton. Neve para udhëtimit i japim vitaminat, proteinat dhe ilacet e nevojshme të cilat janë zakonisht për me përcjell këtë proces dhe dietologja jonë në Prishtinë i përcjell në procedurat e tyre deri në vit pas operimit. Shumë mirë. Faleminderit shumë. Merhaba. İyiyim, hoş geldin. Buyurun lütfen. Përshëndetje Kimi, mirë se keni ardhur. Deshta me ty po disa pyetje, deshta më ja bo mjekut disa pyetje, do me thonë çka është gastric sleeve. Gjithsesi. Hocam beklediğiniz için teşekkür ederiz tekrardan. Gastric sleeve ile ilgili gelen bilgi. Aslında tarihte daha öncesi de olan başka bir ameliyatın bir parçasıyken 2000 yılları başında tek bir ameliyat olarak kabul görmüş ve yıllardır güvenle kullandığımız bir cerrahi. Mentalitesi aslında basit. Midenin volümünün yaklaşık %75'ini çıkartıp %25'ini bıraktığımız, volümü küçülttüğümüz bir cerrahi işlem. Laparoskopik yöntemlerle yapıyoruz. Açık yapmak hiç düşünülemez bile. Zaten kapalı cerrahilerin gelişmesiyle beraber ilerlemiş. İşte stapler teknolojilerinin aklarıyla beraber sıklıkla yapılan ve şu an tüm dünyada %60 oranlarında en çok yapılan bariyatrik yöntem. Bunu en çok yapılan bariyatrik yönteme getiren şey ise şimdi bizim bir fizyolojimiz var. Bu fizyolojiyi koruyoruz. Yani yemek borusu, mideniz, 12 parmak bağırsak ansınız korunmuş oluyor. Ondan dolayı da sadece küçültülerek ve metabolizma hızlanarak kilo verme sürecine dahil olduğunuz bir ameliyat olmuş oluyor. Sonuç olarak hastalığın bir bak. Kaç kilonuz gitti? Ne? Kaç kilo gitti? 37. Tebrikler. Gayet güzel. Teşekkür ederim. Olması gerekiyor ama Kimi çok şeydir, strict aldığı. Yani belirli kuralların içerisinde kaldığımız sürece bunu korumak sizlerin elinde olmuş oluyor. Evet, evet. Senin eline gelmiş olan ikinci şansı çok güzel değerlendirmişsin bence hayattaki. İnşallah bu şekilde korumaya devam ederiz. İnşallah. Pyetjen e dytë është me bo. Cilat janë rreziqet e këtij operimi? Hocam şu ameliyatın tehlikelerinden bahsedebilir misiniz? Tabii ki bir mide cerrahisi yapıyoruz. Bu ameliyat tehlikeli mi? Evet, ama kabul edilebilir oranlarda, oldukça düşük bunun oranları. Sıklıkla gördüğümüz komplikasyon diyebileceğimiz şeyler kanama ve kaçak.
Günlük klinik pratiğimizde biz bunları azaltabilmek için mideye ekstra dikiş yöntemlerini de uyguluyoruz. Bunun sonucunda elde ettiğimiz veriler %1'in altında bir kanama oluyor. Binde 2-3 oranlarında bir kaçak riski var. Yani binde 2, binde 3'te yeniden ameliyat olmak gibi denilebilir. Yani %1,5 gibi oldukça düşük, kabul edilebilir risk diyebileceğimiz bir profilde bu ameliyatlar. Pastioperimi, kun mun muk fy en puun, eller amundet med vetstadzane pastioperimi. Hocam ameliyattan sonra Tabii ki öneriler şu şekilde. İçe dönüşü biz istiyoruz zaten. 3 gece burada yatırıyoruz. Bu 3 gecelik yatıştan sonra aslında buradan taburcu olup işe giden hastalarımız pek tabii ki var. Ama benim narizane hekim olarak önerim bir hafta bir dinlenmek. Bu kanama kaçağın sık görüldüğü dönem ilk 10 gün. Bu ilk 10 günde atlatalım. Ondan sonra 11. gün çalışmaya başlayabiliriz diyorum. Tercih edilen dinlenme süresi bu kadar için yeterli. Gebelik bambaşka bir konu. Bu konuyla ilgili başvuran sadece bunun için gelen hastalar var. Çok duygusal bir konu. Şimdi kilo verme bir süreç. Bundan maksimum faydayı almak lazım. Önerimiz en az 6 ay. Benim yine hekim olarak tercihim 1 yıl gebe kalınmaması. Bir yanlış algı var. Yani biz bu ameliyat olursa gebe kalamaz mıyız? Hayır. Çok daha kolay gebe kalınıyor. Bu zaten gebe kalınamadığı için bize gelip başvuru yapıyorlar. Yani biz her şeyi denedik, hamileliği başaramadık, kilo vermemiz gerekiyormuş. Ne olur bize yardımcı ol diye geliyorlar. Benim 4. ayda, 7. ayda, 9. ayda ben bir şey yaptım diye gelen çok hastam var. 1 yıl sabredelim, sonrasında her şey daha güzel olacak. Pastioperimi, çvar loy ilaç ekename prodor. Şimdi ameliyattan sonra kullanılacak ilaç, vitamin, protein vesaire bunlardan bahsedebilir miyiz? Tabii ki buradan taburcu olduğumuz dönemde hemen protein tozlarını başlıyoruz. Sebebi kas kaybımızın olmaması. En az 20 gün tercihen erkeklerde 2 aya kadar protein dozuyla destek oluyoruz. 1 yıl boyunca multivitamin alınması lazım. Çünkü kilo kaybı devam ettiği sürece vitamin kaybı olur. Bunu desteklememiz lazım. 1. yıldan sonra genelde ihtiyaçları olmuyor. Kadınlar kolajeni merak ediyorlar. Kolajen desteği alalım, çok sarkmayalım. Onun için de en az 1 yıl kilo kaybı devam ettiği sürece kolajen kullanmamız lazım. Saç dökme vesaire. Saç dökülmesi normal olmasını bir istemiyorsak süreç. kesinlikle vitaminlerimizi aksatmayacağız. Sabah akşam kullanacağız, kolajenimizi alacağız. 2. 3. ayda bir miktar olabilir ama sonrasında toparlayacak o süreç, merak etmesin. Kalıcı bir şey yok. Pas operimit, siskan prosesi por mig kilogram. Hocam ameliyattan sonra bir hasta ne bekleyebilir? Yani süre olarak ne zaman kilo verecektir? Şimdi sürekli tartılmıyoruz. Kilo vereceğiz. Bu ameliyat kilo verdiren bir ameliyat. Beklentimiz nedir deseniz ilk ay %10'umuzun kaybolmasını bekliyoruz. 2. 3. ayda kalanın bir %10'u. Sonraki 3 ayda kabaca bir %10 daha gidip ortalama total vücut kitlemizin %30'unu kaybetmeye bekliyoruz. Biz bu ameliyatların hani fazla kilo miktarı üzerinden hesaplamalarımızı yapıyoruz. %75-80'ini kaybediyorlar fazla kilolarla. Edhe një pyetje shumë që po më pyetet, do të thonë është pas operimit a ka me vjellshëm, a ka me pas lodhje, dhimbje. Hocam genelde hastalar şey merak ediyorlar. Ameliyattan sonra ağrısı olacak mı, küsünme olacak mı? Yani bunlarla ilgili de Tabii ki. Sonuçta bu bir ameliyat. Kapalı bir yöntemle yapılsa da minimal derecede ağrılar olacaktır. İlk 24-48 saate çok geçmiyor. Bulantı ve kusma gibi şeyler yani çok beklediğimiz yan etkiler değil. İlk 24 saat ilaçlara ve aldığımız anestezilere ve ilaçlara bağlı olarak bir miktar olabilir. Ama genelde 2. günden sonra devam eden bir kusmayla karşılaşmıyoruz. Zaten ameliyatın ayrıcalığı burada. Yani kusarak kilo vermeyi hedeflemiyoruz. Biz yemek yiyerek daha az yiyerek kilo vermeyi hedefliyoruz. Onun için ilk 24-48 saatte biraz zorlanacaklar. Orada da çok ilaçlar veriyoruz zaten. Rahat bir konforlu bir süreç geçecekler. Son bir soru olarak benim tarafımdan. Şeyle ilgili sıkıntı olanlar. Tiroid. Tiroidle hem Ameliyat kilo verme ilgili- süreci biraz daha farklı. Şimdi tiroid bezi bizim vücudumuzun metabolizma hızını belirliyor. Şimdi eğer tiroid bezi çalışmıyorsa bir insanın kilo vermesi çok zor. Onun için öncesinde bunun testlerini yapıyoruz. Bazen hatta ameliyata uygun değil, önce bunu düzeltmemiz lazım, sonra ameliyat almamız gerekiyor. Daha sonra 3'er aylık periyodik olarak takiplerde o tiroid değerlerini kontrol etmek lazım. Yani hipotiroidi birinin kilo vermesi çok zor olur. Onu ilaçlarla destekliyoruz. Bu ameliyatlar bu metabolizmayı hızlandırır ama tiroid fonksiyonlarını etkilemez. Tiroid ameliyata girebilmesi için tiroid seviyesini TSH'ın normalde beklenen TSH'ın 5'in altında olması lazım. Anestezi almak için de onu geçmemeli. Onun üstünde kimseyi uyutamayız. Ka ndonjë rast ku pacienti mundet me marrë kilogram përsëri?
Hocam ameliyattan sonra yeniden kilo almaya ya da eski haline dönme şansı olabiliyor mu? Seni tebrik etmemizin sebebi bunu çok güzel vermişsin ve bunu koruyabilmişsin. Bunu koruyabilmek için bazı kuralların içerisinde kalmamız lazım. Bu ameliyatların da zayıf yönleri var. Sıvı, akışkan, kalorili şeyler tehlikelidir. Yani ne demek istiyorum? Dondurma, Nutella, enerji içeceği, kola gibi sıvı akışkan şeylerde limiti hasta belirler. Yani bunlarda durumu olmaz. Bundan dolayı bunlarda belirli oranlarda tüketmek lazım. İlk 6 ay tercihen bunları çok fazla almamak lazım. Hani yüksek kaloride, yüksek volümde tüketirsek tabii ki geri kilo alınabilir. Rakamlar ne diyor? 4 yılda %10, 10 yılda %30 geri kilo alır. Eğer kurallar uyarsa %70 mükemmel bir başarı oranıdır. Burada korkmamız gereken şey hani bu ameliyat kuralsız bir ameliyat değil. Yani o kurallar içerisinde kalıp mümkün olan o çok yoğun kalorili sıvı akışkanlardan uzak durmamız lazım. A ju s'ke mos i ha shumë ato se po troshësh. Po na shtita një të loshë me ti pagu. E bëj lukse. O, veç ushqimi jam s'm kord. Apo biznes me shit mayonez? O, jo s'bën. Italian tranon. E pas ka mush. Njerëz, erdhëm shtu me hongër pak buk se na kanë lënë bateriat. Do mu rimbush pak. Kjo është e pa drejt. Kretve ushqimi erdhë dhe jam jaser. Erdhëm do veç të. Ma në fund erdhë. Po të kjemra, që ke morë me? Po marrë më trosh pak se jam do pësu kretë më thënë, jebo si shtapiq. Njerës, ky ushqimi ko ka tepër fantazi, po pëlqen. Qifte, me qedar. Kanë mush sallat me bukë, qështu. Mira që. Ne edhe me mamin. E kena pas shkuat. Mama qokolatë, mama. E tani unë ja bësha këty në shumë të mira janë. E tani kur kena shumë nale, si në 50 minuta kena jesë, në orë gati. A disa Ja kena bësha bu? këtyve, apo nalë një Pi me Beşiktaş'it. se komp mos e nisha. Po Shumë po, kena pi hecë. Beşiktaş'it. Drejtim gjithë të rrugës drejt. More ta në ditën kena hecë nga fart 50 minuta. Kur jam qësën sa bërë që të shpiqe. Ashtë jasë këmë vëtë. Po prej vintave s'na merë këtë gjumë i prom. O shumë e mire që këtë të është bre. A vëgje si t'jo është ja? A do t'jo. E këtë mbukën tash do të më të sigurën ba. Më në ka marrë mirë. Mas bukës o malësin. O bre. Në Finlandë. Po dhe në Finlandë. Edhe në Kur Finland. kena pro top në oriza. Po, mëngjesin e hajnë ashtu të na. Për shembull këto, kjo është shumë mirë, si këtë hike. Jo, më bërë mirë. Po kjo është shumë mirë. Amo të familja e Vodës, ata e bojnë me sheqer o me sumame. Ne me sumame në këtë. Në Gjakova. Po, kom nej. Po shkone për që bënë ashtu me sheqer, amo... Na e bujna me sheqer. Unë me këtë vishte këta po më. Shika që këtu po nërtë nga randë. Ka orë mundze. Se ftofta ka. Ablacığım benim Türk'üm. I learned how to talk Turkish. Na përsën se, na përsën. I'm good. Very, very good. Very good. Okej, njerëz, tash prej pjesës tjetër të Azijës, do të thonë prej Istanbul, e bona okej? Po do smokem duvançi. O njerëz, sot ka qenë një ditë tepër e ngarkume me video, kena po video shumë, kemi met unë, fillu me mëdhim të kryt. Në shumë hongër bukë, sikur që keni po më herët. Po, në regull jemi tash. Jemi të lodhën, traskapitën, po s'ka lidhje. Kemi orë me shëtit, kemi orë me për punë. Kjo është me rëndësi, me kalu mirë. A keni kalu mirë, e? Yes. Yes, no, yes, no, yes, no. Bilmez idim dert verer derdimin dermanları gün gelir peşman. Kur djeli ku qytetin, të preste Istanbuli. Fred Prizreni, mori shkodën. A di se çka më duket? Kur e vëzdi që 30 minutit
në elektrik, që është Në për grupa, qashtë. Në baruk të këqia në Kosovë. Jemi do afru në tokë, prej detit e në tokë, për që to përbon koshnica, facilla. E ja, në me ako një këvacil. Prebe? Tonë ato një e menis me këvacil. A më të menis shlajf, nu, ja kalë. Qërë një në atjo njerës. Ja, shumë i ma. Qaj a një e bënja 1 milionarë. Sa mirë jem tu dridhe. 100 milion të leja thështë. Kur jem kone vogël, ja po isha gjithë së shtu. Ka ja thajmë qafën, ose po libra të kuplu. O të lujtë shumë, a? Ka një me beteshë shtu për famë që të po. Ka plot sa në shtë. Këka për famë në vëzë. Të jezët e bletin 2 okë në shtesa për Northën, në Istanbul. Së ka shtë në sa ju shonde, biruru ka shtë repjo? Janë të blesene. Për blinë sana. Po kanë qëfë marrë në Istanbul. Shpeshën është asi pazori vogël. Koka pa kalablak. Edhe qështë. Shimi pjesën tjetër. Nuk e di, prej largë shumë ofër për duket, po kur po ecim, po qpurdhëm. Shumë largë. Po ma shtrojmë që shtu, tu desht me hyp, nëse vend se me hyp diku, në një tramvaj ose diku, po mesim tu ecë. Nese s'nos, s'kem të sa me bu. Erdhëm në fund në Hagia Sophia edhe Sultanahmet. Qështu. Po bre, në renovim koka. Hagia Sophia. Sultanahmet. Kështu njerës. Kështu. Në se cilën rrugë kemi Gështenja dhe Kolomoqa, Simita. Nuk mbeteni undë. Hajtë përshëtitëm pak, ta shyem vendin. U afrum njerës shtu pak ma ofër, tash edhe pak do të shkojmë të pim kafe. Këtu do me thonë është Sultanahmeti edhe përball e kemi Hagia Sophia. Pardon abi, ne yapıyorsun sen burada? This is What is Sultanahmet? Sultanahmet. Yeah, and this is Hagia Sophia. Yeah, Very good. very good. This is gigantic. Gigantic. This is po me shumë e bukur dhe. this is a beautiful place. 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 This is Beautiful. Që do të anglisht me gjamis, majz. Mosque. Mosque. We are English, we are British. Can I get a book of water? Can I get a... Sham. Listen. Tu shtromu para gjimit. Qëri me pash nonën. O, gjamia o për mu falë, njerës nuk o për foto. Që ata shi e foli atësi. Jeni falë një atësi. Ta namaz natë. Ashtu kështu si me minet. Aja po lojvi, në më ta nëllë, a vete Qëre, dhurata dora from temu. Yeah, come on Ceylan hanım. Ceylan. Tash të menu gjinja që kene i vardhime. A do me dojnë në vlog? Yes, of course, unë e bëj vloga zemë. Që shëgje emren, më falë që shëgje emren? Kërëzë piknita. Kërëzë piknita. E zoni ka me thirë shtash edhe pak qëtësi.
Mirë që më dhe, Turkia mu. Turkia. Erdhëm shtu prej Sultanahmetit me ullë me pini kofe se kryt o ka do me mdojnë. O ka do shtim të dishta as me folë. Të desh me mdojnë, kryt për i përbeni. Kjo po do i ka me shku bëju këda? Jena lodh të nolë që Ha? Se na mujna me shku tonë në skutare këne i mësit. Këto pas ka me shku njerë dikon tjetë. Po, na ka të kërë këna me shku njerë. E ju? Na e këna bot plan në... Kimi? Po kollësh. Se e frishet zamron? O, e kom nevoj me pi që të kofe se kryt o këndu. Hajtë shpepin? Hajtë. O të desh me mdojnë prej këbeni. Abi bir espresso, bir muka. Muqa. A e s'ka në me kollë muqa. Me bu me muka. Do më thënë, sa në ardë borosia që kena borosit? Baresh. Që është? Ishimi! O njerës që tash jemi të këthy për në hotel se jemi lodh, jemi raskapit. A ma shumë se djetë së në lodhë kërë. Jo, po edhe sot Valla, boll jemi pishet lodh. jemi lodhshme, me ka vëzë drejtë. Gje jena lodhë ekstrem shumë se veç Jena një ore lodhë për kena sot. bo... Po e në. Po dhe, edhe tash përshkojmë po këthejem se tepër jemi lodh. Edhe ftoft. Ftoft. Jo ftoft nuk është. Ashtë tash e njësë. Pa, si jam që ka bëjmë. Që me tonë atë jokën e po nërth. Se me më isëm të shta. Qa kishit po ju marrë në Finland me jetu, ishit ngri. Jo, mos për së qërë dhe ishtë. Unë e ku marrë, 2 mujtë në lejtë. Po ama sukon a i ftofti. Ftoft u konë. U kon ama sukon a i ftofti i madh. E po tash s'kom nevoj me provu në atë ftoftin e madhë. Hajde provoj njerë. Disme. Kur je kon qatera s'dojshe me dollë, thëshe shumë ftoft. Shumë s'dojke me dalë. Po, u pritojshe me dollë, as dhe në market nuk dilshe. Për market pritoja ma, kështë më shumë me dalë së pritoj. Okej njerës, shimi në hotel. Këta? A këna me? Nashta nuk harroj me bo video. Du me bëmë qëto foto.